përshëndetje, si që shikoni, ha? Po pse vërtet ku është errësirë? Se kam frikë prandaj. Partizani lupa shkon tek Kamapushka me një dorë. Kemi dalë në xhiro tek si quhet ky veri ku jemi këtu? Një xhiro kaçe te liçeni. Tek diga e liçenit po. Shikoni ju mos unë nuk shikoj dot. Ha? Shikoni mua. Ha? Jo. Nuk. Shoh vetëm një gjë këtu. Ç'është kjo këtu? O lugat se trembe. Kjo këtu ç'është kjo këtu? Tu jam unë. Kjo këtu jemi ne. Le të kthehen si që ishte dhe ashtu bë. Çeka gocë. U çlirova, fashte ma kishte vu. Dorën sup një burr. Se ke liçeni të vjen afër dhe ndonjë. Ndonjë kështu, ç'a mendimi ke për mua si çu? Atë e nderuar të flasim vetëm pas pak për dritën e madhe, në fakt çmimi i saj u rit. Po dritë s'pëshojmë që kundi. Dritën ku? Doli hëna prapa malit. Ti bëj dritë digës liçenit. Thotë diga, thotë hëna ç'duhem unë, diga nuk pas ka drita shumë. Ore, diga s'ka drita fare. Më fal, komplimente për veshin, është një kombinim. To astajat e xhepave pse ikën qit jashtë për treguar që no money, no funny, ha? Për treguar që qeveria i shkundi dhe gocat. Tridi vajzat, tridi. Slonca! Bravo! Bravo! O zot, si dit kërcej si gocat. Unë e di qaj natin vjen mua. Që si bër balerin? Jo, që s'm bën ato gjinset vetëm. Dujtë më bënë ato gjinset. Të bëjnë ato vetëm se do i kesh me të qepur ato. Po të bëjnë ato gjinset, unë pasaj t'i dhe të kërcej dhe të këndoj, e të gjitha. Besoj, e kupton që skenën e teatrit opras dhe balet duhet ta bëjmë me hekur, jo me drë. Të dalë të bëjnë një rëtullim të vogël. O sa do të shkonte një tutu e vogël. Në ato pupa që gjuan ato. Puantet, në puante. Bukur, atë jemi nderuar pra diga e liçenit Tiranës, të darës një xhiro në dark. It's all in black. Welcome to the dark side. I am in the dark here. Oh, yeah. Që tha Al Pacino tek filmi Arom Gruaja. Mua më pëlqen se të gjitha gjërat e ndyra në errësirë bëhen. Okej. Po jo çiftet e falenderojnë bashkinë, por të gjithë pleq që duan bëjnë një xhiro. Jo, se ka dhe nga ata që dha nëse mua pesë tjera. Luaj shah, te liçeni dhe duat shoh. Ka dhe një luajnë tavëll. Ka që luajnë shah pa tabele dhe nuk ka nevojë për drita. Dijeni pak një vështrim të genës në për Tiranë, që nga kjo mbikalimi që quhet ky në aeroport i Rina, si quhet mbikalimi? Një mbikalim i Rina. I Kasharit quhet ai apo jo? Na Kashar, kush na Kashar? Kashar dhe... Kush Kashar? Kashar dhe s'Kashar. Kush na Kashar, Kashar vetën. Kashar vetën. Dijeni pak Tiranën, all in black. Black side. Në errësirën e natës, këngën tënde po këndoj, për ty e dashur, si sarin të më. Mirë se erdhet në Tiranë të dashur miq, kudo që ndodheni të emisioni qatu. Janë orët e vona të mbrëmjes dhe ne do të bëjmë një vëzhgim në rrugë të ndryshme të kryeqytetit se si duken ata në errësirë. Pikërisht ne ndodhemi në qafën e Kasharit, ku siç tregohet edhe vetë nga pamjet, ky aks nacional ka mungesë totale të ndriçimit. Ku ke shkuar ti mu je dashur, si sarin të më dëgjosh. Ku ke shkuar ti mu je dashur, si sarin të më dëgjosh. Por unë këngën i vazhdova, jo si prisja të... Alo, po plak, që problem? Ja këtej në autostrade, më padrive komplet. Ti nga rrugë e vjetër. Po mami, jam rrugës, po s'po të drita. Kur i fund kjo dashuri, me gjithë shpirt po të këndoj e dashur, mu i fund kjo dashuri. Kjo është rruga që çon për në kombinat, siç vjetre, edhe këtu ka një mungesë totale ndriçimi. Por, si thot populli, shqyqyr që ekzistojnë disa biznese private që bëhet e mundur sadopak ndriçimi i kësaj rruge. Këtu shqyqyr që ka 2 karburante, 2 dyqane, se me thonë drejtën, drejta tjera nuk kam. E ka shtete në dorë atë. Normal që ka frikë, edhe mashku po t'jesh natën ka frikë. Kur ndriçimit të më thonë, është një tjetër, ose është një policë, ose është një shrik, s'kuptim në fjallës, ka ndryqim, edhe mund ndihmoj, ose mund ndihmoj shtiman telefonatës, por se kështu ban çfarë doje.
Kjo është rruga që çon për te kopshti zoologjik, një rrugë e ndërtuar së fundmi dhe që pretendohet të jetë brenda çdo lloj parametri, duke përfshirë edhe shtyllat e ndriçimit. Por në fakt, si stregohet edhe vet, shtyllat e ndriçimit ekzistojnë, por që nuk ka dritë. Edhe liçeni artificial ndër të paktat vende që i ka mbetur Tiranës si mundësi për t'u relaksuar, këtë mbrëmje të ofron një panoramë të errët, pasi edhe këtu mungon ndriçimi. Thjesht duhet ndriçimi për arsye sepse jemi njerëz, domethënë na duhet për të shikuar diçka, kupton, për televizor, për të parë ku po vëm këmbën. Edhe rruga që çon për tek materniteti i ri në kryeqytet është pa ndriçim, edhe pse shtyllat e ndriçimit ekzistojnë. Ja pra! Tirana jon. Kjo është Tirana jon, e cila ka 70 vjetorin shumë shpejt të Kjo është shqirimit. Tirana jon, Tirana e kontradiktos, e luftës, e paqes, errësirës. Dhe e dritës, sa gjë ka quni. Dritë s'ka, po vetëm errësirës. Nëse, gjithsesi kjo është një pjesë për t'i bërë një apel. Lul Bashi që kam kohë që nuk po ndjehem sekretar bashkie, megjithëse ka ide brillante. Llamba nuk ka. Që nuk po i zbulon Po akoma. kur s'ka fare. Ha? A s'ka korrent apo s'ka llamba? S'ka Llamba. Poça. Nuk ka vizion. Nuk ka vizion. Dhe nëse nuk ka vizion, Nuk e kuptoj çfarë vizioni duhet për të shtyp Chelsea nga off për ta bërë on. ja pra ky është vizion. Është vizion kjo. Nuk duhet prakticitet, duhet vizion. Ore, vjen darka, ca gjëra duhen ndriçuar. Rrugë etj. Ka nëna që shkojnë të qëndisin aty në darkë. Jo, pastaj problemi është jo vetëm diga e Tiranës, por edhe vende tjera. Bëhen këto rrugët e reja me ndriçim në mes. Nuk niset asnjëna. Ndërkohë që në preventivin e rrugëve janë dhe zëra, shtylla ndriçuese. Po si? Janë leka do taje. Si do i shesi kompania që bën shtylla, si do i shesi shtylla. Do të kemi vetëm pas pak për folur për fushkuqen. E di ti ku është Jo, fushkuqja? më të vërtet nuk e di ku është fushkuqja. Fushkuqja nuk e di ti. Duhet të jetë në një vend ku është fusha e kuqe apo jo? Bravo. Është dhe liçeni i fushkuqjes, që është një nga rezervuarat më të mëdha për gjithë zonën e Hamallit e këto fushat e bukura. Sa mësuesi mirë gjeografi. Bukur, pra. Po t'ikesh nga Tirana 40 kilometra, një vrapele. është fushkuqja. Është fushkuqja. Po. Domethënë midis Krujës dhe Laçit. Ka që afër këtu? Jemi ku e ke këtu? Themi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.